Procedurat e aplikimit në programin Discover America Work and Travel e janë në zyret tona për të informuar drejt. Hapi i parë është të vizitoni zyret tona, të caktoni intervistën për të vlerësuar nivelin e gjuhës angleze dhe analizuar së bashku çështjen akademike, pra të parakualifikoheni për program. Parakualifikimi është falas. Është shumë e rëndësishme që ju të jeni shumë të hapur në lidhje me studimet tuaja dhe të keni nivelin mesatar të gjuhës angleze. Nëse e keni kaluar testin e gjuhës angleze dhe është vlerësuar që jeni kandidat potencial për program, ju mund të vazhdoni më tutje. Për t'ju regjistruar dhe siguruar vendin në programin Discover America Work and Travel USA, ju duhet të bëni pagesën e depozitit të parë në bank. Dëshminë e depozitit e sjellni në zyrat tona dhe ne do të hapim për ju një account në database të CIEE. Po ashtu do t'ju dërgojmë linkon, loginë dhe passwordin si dhe instruksionet si ta plotësoni rezumen tuaj në database të CIEE. Nëse për çfarë do arsye nuk keni arritur të asiguroni vendin në panajirën e parë, ne megjithatë do t'ju mundësojmë të jeni pjesë e programit Discover America Work and Travel USA duke ju ofruar punë përmes virtual hiring. Me këtë formë, ju do të intervistoni direkt nga punëdhënësit e mbi 50 kompanive amerikane gjatë muajve shkurt, mars dhe prill. Po ashtu edhe këtu vlen parimi first come, first serve. Kjo formë është shumë e përshtatshme për grupe studentësh që dëshirojnë të punojnë së bashku tek i njëjti punëdhënës. Me nënshkrimin e kontratës së punës, tani më keni bërë hapin e parë drejt realizimit të dëshirës tuaj për të qenë pjesë e Discover America Work and Travel dhe qëndruar gjatë gjithverës në SBA. Mbas nënshkrimit të kontratës së punës, ju duhet të bëni pagesën e depozitit të dytë në bank dhe sjellni në zyret tona dëftesën. 3 javë mbas nënshkrimit të kontratës së punës, ju duhet të vendosni kontratën e parë me punëdhënësin përmes emailit. Tani më është koha që të bleni biletën e udhëtimit për SBA. Pse kaq herët? Sepse ju do të keni mundësi ta bleni biletën me kushte shumë speciale që vlen vetëm për studentët e Discover America. Dokumentacioni juaj i dërguar në CIEE SBA do të aprovohet në State Department dhe pastaj do të sjellet në zyret e Discover America. Pas arritjes së dokumentacionit tuaj në SBA, ju duhet të paguani depozitën e fundit në bank dhe ta sjellni dëshminë në zyret e Discover America. Orientation online është trajnimi obliguar i cili ofrohet nga CIEE dhe po ashtu është kusht nga Departamenti i Shtetit Amerikan për t'u absolvuar. Orientation është trajnim interaktiv që shpjegon të gjitha hapat nga hyrja në SBA e deri tek kthimi në Kosovë. Stafi i Discover America do t'ju plotësoj DS 160 falas, kurse ju duhet të paguani në Raiffeisen Bank taksën për ambasadë si dhe termin. Dokumentacioni juaj i kompletuar do të dërgohet në ambasadën amerikane në Shkup 15 ditë para intervistës suaj. Terminet e para do të jenë në fillim të prillit. Vizën e aprovuar do të merrni po atë ditë në ambasadë. Nëse për arsye teknike mbetet për ditën e ardhshme, e merrni të nesërmen. Nëse eventualisht nuk ju është aprovuar viza, ju duhet të bëni kërkesë për kthim të depozitit. Tani më jeni të gatshëm për të realizuar ëndrrën tuaj, për të punuar dhe përjetuar për 4 muaj eksperiencën tuaj më të madhe jetësore në vendin më me ndikim në botë. Është udhës të festoni me miq paksa, apo jo? Mos harroni që para se të niseni për në SBA, ta njoftoni punëdhënësin me detajet të udhëtimit, si dhe të keni para vetes DS 2019 dhe kontratën e punës. Një kopje të tërë dokumentacionit të mbani në bagazh në rast nevoje. Duhet të keni kujdes që të niseni me kohë nga Kosova për të arritur në vend të punës para fillimit të kontratës. Keni kujdes që gjatë hyrjes në SBA të keni dokumentacionin e nevojshëm afër vetes. Inspektimi i dytë është normal për student të J1 viz. Mos u shqetësoni. Puna në parë të mençur që jeni të obliguar ta bëni kur të hyni në SBA është të lajmëroni familjen tuaj që keni bërjer mirë në SBA. Prefiksi për thirrjet nga SBA në Kosovë është 011. Punën e dytë të mençur që duhet ta bëni është prap ta njoftoni familjen tuaj kur të mbërrini në destinacionin përfundimtar 011 377 44, pastaj numrin e valës, ose 011 386 49, pastaj numrin e IPKOS. Brenda 7 ditëve që ju keni arritur në SBA, ju duhet të regjistroni CV-sin përmes CIEE, pra thirrni CIEE në 888 268 6245. Thirrjet janë pa pagesë. CIEE paguan për ju. Gjatë tërë qëndrimit në SBA, për çfarë do problemi të mundshëm, e keni supportimin e CIEE 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, e juaj ashtu telefononi në 888 268 6245. Thirrjet e studentëve janë pa pagesë. Punoni
relaksoni, përjetoni jetën dhe kulturën amerikane, kur matri nuk do të jeni. Eksploroni vendet ku do të qëndroni dhe punoni gjatë verës. Perfeksiononi gjuhën angleze. Me një fjalë, krijoni eksperiencë unike jetësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizitoni New Yorkun, Washington DC, Bostonin, Bransonin, si dhe të gjitha vendet që ju kanë interesuar gjithmonë. Qëndroni qetë dhe zbulojeni Amerikan. Mos harroni që data e fundit për të lëshuar Amerikën është 30 shtatori. Prej 1 tetorit fillon nënshkrimi i deklaratës së kthimit në zyret e Discover America. Home Sweet Home.